Cila është rëndësia e itikafit edhe çish praktikohet gjatë këtyre netëve? Po, rëndësia e itikafit është që nga mëngjesi i ditës 20 po. deri në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, ku një njeri izolohet nga brangat e tij të përditshme, nga obligimet e tjera të punës, edhe përkushtohet në madhërim të i madhi Zot Xheleshanuhu ve Xhelalu. Ne përpara tash fatkeqësisht për xhamit tona apo në xhamit kryesore, në të kaluarën kemi pas njerëz të cilët kanë qenë të interesuar dhe kanë bërë gara se kush të hynë në itikaf për ta përfatësuar qytetin. Dhe është zgjedh ai njeriu i cili ka qenë më i devotshëm, më i sinqert te Zoti Xheleshanuhu ve Xhelalu. Pra, itikafi është një traditë, një sunet profetik i Muhamedit alayhis salatu wassalam, e që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë ai i cili largohet prej traditës time nuk është me mua. Ne i ftojmë besimtarët e besimit islam, ata të cilët janë të përkushtuar, i ftoj kolegët që të bëjmë përzgjedhjen më të mirë të xhamati i tyre, të besimtarët që në itikaf na përfaqësojnë ata njerëz të cilët janë më të devotshëm, janë më afër Zotit Xheleshanuhu ve Xhelalu, janë më të ndershmit, më të meratshmit që familja, rrethi, shoqëria i njeh për të